Më lavdyli kon 3. I ka mos 72 copa orë me këtë. Ja ka prun Hashimi, Kadri Veseli edhe i tjetër 3 në kon. I miri i cili nuk e rrugë sot armën edhe pushkën për mi dal vatanit zët. Dalin kundra shqiptarëve. A ka gjonë ma për tërësime? Nëse ju gjonë dishka, dine se jeni për shahidave për i dëshmurve. Shënjestër.net. Për Hoxhën Abdul ka fjallë shumë të mira, ajo ka Hoxhë mirë, o ka për familjes të mirë, unë jem ka atë ditë në gjuma, në gjamin e vjetër, tha qërë vllazën, tha lufta do monis, tha kush keni mundësi me ble arme, me ble në sen, pej sodi, e kënej gjamia është mshelja. Se dojë me hinë luft edhe kush jeni për i aftë për luft, me hinë luft ju bëjri gjë. Edhe na tonë thuaj si këna resi shuplak, edhe Mulla Abdyli u konë Hoxhë mirë plus i ka majt armet 92-ën ndokët, i ka majt 72 copa arme këtë. I kam shirë në gjami, ja ka pru Hashimi, Kadri Veseli edhe i tjetër 3 në konë, ka thonë amon, ka thonë, qërën kufësit rrugë, hiqimeti fort, thuj, mi kanë pru me zërt, edhe s'kom pas qare, paj, edhe i kanë shtin dhe në të tabutët e kufuma së në konë, i kanë shtin dhe 72 copa. Dhe i kurar koha të një, ja ka shkep, kush i ka shkep, unë atë s'di. Për thashin, jena kondini si ka pruar me të, edhe ata kanë pas si aj thashe koni ri, po me bab thashet, edhe me Hashimin u kanë hi si shoka, dhe si këtu se ne theshëm atëherë për kur vika Ramazani, e theshëm gjithë për Ramazan, për iftar, gjithë kretë broja, se jo vish na, kretë broja thirke. Unë jëmë konë në hagë, kënë në rështë, e këta zëti më rëft, dalin kënë në rështë shqiptarëve. A ka gjonë ma për tërësime? Më zëma keshë për neve, ku qëfar s'pja dim vlerën e luftës që a këna hiqë groa, thmije, pleqe, ploka, krejt, s'pja dim vlerën, i kanë haru krejt. Po që to më në mërë dukat për gjosë në vynë, përse ke milion krejt, po duhet me këshyrë, me një munionit tjetër, e më bashku, më fërcu, se shkov ka që më në shpërnda, aqë qefi tina, na më bësë qështu. Mulla Abdyli ka qenë si hoxh prej vitit 1984, kur edhe vitin cilin edhe unë kom lind, mandej në vitet e ma vonshme kom qenë edhe në zënë si cina që kom mësune me i tejpën këtu të gjamis, ka qenë njëri shumë i afërt, i dashtun për xhamatin, i dashtun për rrethin, i dashtun për këtë këtë rrethin, që ka dhonë kontribut të pas zavendësueshëm në aspektin edhe fetar, për gjitha dhe në aspektin kombëtar. Ka qenë shumë i afërt, ka qenë shumë i dashtun, fjallet cilët neve na i ka thonë, o djem, mësani se feja ka me metë në durët juve, se na po plakun për çdo ditë. Mulla Abdyli ka qenë fjallet e tina, kanë qenë pesh shumë të madhe, ka fol pak, por ka fol shumë domethënie. Mulla Abdyli, para datës 5 mars, kur janë orë forcat serbe dhe janë stacionu në fshatin Broj këtu, xhamia ka qenë gjithmonë, do thotë, se kanë dashtë edhe ka qenë e granatume, po para kësaj kohe ka qenë gjumoja, Mulla Abdyli jep një sinjal, edhe jep se cilit njeri që në atë kohë nuk ka pas, do të thotë, nashta këtë shumë e dishme për popullin, por dita ditës në ngushtoj kja rrethi, Mulla Abdyli thotë, o burra, prej sudit, më gjumon nuk falum këtë xhami, deri sa nata shlirujmë vendin tonë. I miri i cili nuk e rrugë sot armën edhe pushkën për me dal vatanit zët. Edhe kështu që këtë xhamati një goje, unanimisht i përkrahin Mulla Abdyli dhe Mulla Abdyli kur në atë pesoj kuhe nuk ka hiqë uniformën deri sa o shtiru. Edhe vorrimet, edhe ceremonit cilat i ka kry në për xhamat,
gjatë asoj kohë, gjithmonë ka qenë me uniform, ka qenë kënaqësi për neve, si mësues që kena pas, por si para ti ka qenë o vllazë, nëse na vdesëm sot për këtë ditë, dini që kemi shpërblim edhe në këtë botë, por shpërblimi i madh është tek Zoti për shkak që mbrojmë vatanin tonë edhe vendin tonë. Na ka fol, na ka bisedu, shkoni shlirë, mos u tutni se ju jeni në drejtën e juve, jeni në vendin e juve, jeni në shtëpiat e juve, në tokën e juve, dhe kur mos e lëshoni. Nëse ju gjon diçka, dini se jeni prej shahidave, prej dëshmorëve. Argumentet cilat na ka dhënë prej Kuranit në asoj kohë, argumentet prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, neve kanë qenë motivuese shumë të mëdha që s'kem ditë na shtas çapo çet se krahasimi jon me ushtrinë jugoslave ka qenë shumë i madh. Ne kem pas një armë na shtas 27 që aja nuk bën në fardomit madha, ta kanë orë me tenga, me autoblinda, me bimë. Më lavdylli në kam të katunit, i vojniku të më lavdylli. Unë më lavdylli në kom gjëft të i krejt, e unë se thminja i maj pjeku nuk o maj më që më lavdylli u konë gjithë njëri i mirë. I ri u konë i mirë. Kur ka nisë mu vjetru u konë maj mirë. Guzimtar, trim. I vërtet, më lavdylli u konë trim. Më lavdylli u konë jurt. Më lavdylli po merën vesh trimnia me urtësi. Shënjestër.net